Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook, ka shprehur ngushëllimet e tij të thella për ndarjen nga jeta të nënës së dëshmorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Ahmet Kaçiku. Në fjalët e tij, Kurti ka nënvizuar rolin dhe rëndësinë e jashtëzakonshme që kanë pasur nënat e dëshmorëve në rrugtimin historik të popullit shqiptar drejt lirisë dhe pavarësisë. Nënat e dëshmorëve të lirisë janë burimet e para të edukimit, të formimit dhe të frymëzimit të dëshmorëve, ka shkruar ai, duke theksuar se këto gra të forta, me zemër të madhe dhe shpirt të pathyeshëm, kanë qenë themeli mbi të cilin u ngrit morali dhe vendosmëria e brezit që i dha Kosovës lirinë. Në mesazhin e tij, Kurti ka kujtuar me respekt të thellë jetën dhe veprën e nënës Velime Kaçiku, e cila u nda nga jeta në moshën të 10 vjeçare. Ajo ishte nëna e dëshmorit Ahmet Kaçiku, komandant i brigadës 161 të zonës operative të Nerodimës në UÇK, një ndër figurat e dalluara të luftës për çlirimin e Adeut. Nën Velimeja, me dashurinë e saj të pafundme për Adeun, kishte rritur 3 fëmijë, Ahmetin, Esetin dhe Lumnien, të cilët në momentet më të vështira dhe më vendimtare të historisë së Kosovës ju bashkuan radhëve të UÇK-s. Kjo ishte një dëshmi e gjallë e edukatës, sakrificës dhe patriotizmit që ajo mbolli në familjen e saj. Gjatë 26 viteve të pas luftës, nëna Velime jetoi me kujtime dhe krenarin për të birin e saj dëshmor. Shtëpia e saj në këto vite u shndërrua në një vend derimi e kujtese, ku mijëra qytetar bashkëluftëtar dhe miq të familjes Kaçiku shkonin për të shprehur respektin dhe mirënjohjen e tyre për komandant Ahmetin dhe për sakrificën e familjes. Kryeministri Kurti thekson se kujtimet e asaj nëne fisnike, që i priti e përcolli të gjithë me bujari dhe dashuri, do të mbeten përgjithmonë pjesë e kujtesës kolektive të popullit tonë. Me kujtimet e atyre bisedave aq njerëzore, nëna Velime Kaçiku do të kujtohet bashkë me nderimet për të birin e saj dëshmor, ka shkruar kryeministri. Në përmbyllje të mesazhit të tij, Kurti ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Kaçiku, për të afërmit miq dhe të gjithë bashkëluftëtarët e komandantit Ahmet Kaçiku, duke u shprehur se sakrifica e kësaj familje kosovare do të mbetet përherë në themelet e shtetit dhe në kujtesën e brezave që do të vinë. Nëna Velime do të kujtohet jo vetëm si nëna e një dëshmori, por si simboli i nënave shqiptare që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës. Kujtimi i saj do të jetojë bashkë me respektin dhe mirënjohjen tonë të përhershme, përfundon mesazhi i kryeministrit Kurti.